Këtë flukë të kam për hekta me dhunë, këtë flukë më kanë me të ndërë. Fëmija jam ka marrë trajtim mjekësor në urgjencë të shtime. Tërhiq për flukë dhe risa për plas për tukë. Të paktën 2 fëmijë të mitur dyshohet se edukatorja M.A i ka keq trajtuar dhe dhunuar fizikisht më 5 nëntor 2025 në një kopsht privat të fëmijëve në Ferizaj. Gjykata themelore në Ferizaj përmes një akt vendimi të datës 13 nëntor 2025 i ka caktuar 1 muaj arrest shtëpiak të dyshuarës, pavarësisht se prokuroria në Ferizaj ka kërkuar masën e paraburgimit ndaj saj. 2 prindër të miturve nga familje të ndryshme kanë raportuar në Kallzo.com se kanë parë keq trajtimin e fëmijëve të tyre nga edukatorja në pamjet e kamerave të kopshtit. 5 nëntor më ka lëndu fëmija në kopsht e edukatorës. Çdo ditë e kom marrë djalin me syt skoqt, me syt sikur me pas skoq atë shumë, e kom vetë kryesurin e kopshtit se nuk na kanë lënë me pas kontakt asnjëherë me edukatorën. Në momentin që kom him në banesë, fëmija ka nisë me kajt shumë, sa që kur njët nuk ka kajt ashtu. Ju ka vrejt më kryt komplet pjesa e kryes këtu në altë kryt e skoqt. Këtë flukë të kom për hekta me dhunë, ja ko këtë pikat gjakot, edhe kur e kom prejt flukë të djallit, këtë flukë më kanë me të ndorë. Nëna e të miturit thot se atë ditë që kishte ndodhur rasti ishte kthyer në kopsht dhe kishte kërkuar t'i shoh pamjet e kamerave, por qasje në pamjet e kamerave pretendon se ja mundsuan të nesërmën më 6 nëntor 2025, pasi ishin arsyetuar se duhej të kishte leje nga policia. Pamjet që i ka parë ajo i quan tmerruese dhe sjelljet e edukatorës i quan jo normale. Fëmijën e saj e kishte dërguar nga muaji korrekt 2025 në këtë kopsht dhe ka paguar 120 euro në muaj. Ajo tërhiq një fëmijë për flukë, ja merr lutrin, mas po ja lakon durën, mas ajo tërhiq për flukë derisa për plas për tukë. Një fëmijë aty ka bo zhurma ku pe di se nuk një zhurma, e gjumë e digitran. Një djalë që ka tërhiq për flukë edhe në fund e shtyr me kom, e vetë një fëmijë ka një vojë që e ka mojt me veti ka të që ka shku. Dardan Hakiu, avokati i të dyshuares, ka deklaruar se rasti është ende në procedurë hetimore dhe se ai vetë nuk i ka parë pamjet e kamerave të kopshtit. Kujna deklaru në gjykat, normal që i kena më hua tu. Edhe tash është alo herët për në fulli shka më shumë. Prindje përshkruan trajtimin e fëmijës së saj nga edukatorja duke thënë se për rreth 1 orë e ka lënë të mbuluar me një mbulesë në një shtrat luhatës për ta vënë në gjumë, kurse vetë ka qëndruar në telefon. Fëmija jam lëviz, ajo e merr fëmijën te me tërhiq me shumë dhunë, me gjithë maksikus ka vetja, i kthem flukë për pola kamerës, edhe mrena nër mbulesë ajo ma lëndon mua fëmijën. Nër mbulesë ju shihen duart të rivrit tek shto, fëmija jam nuk i njët zani se e ka në zani, por kur ja hek mbulesë me qatë shpejtësi që ja hek, fëmija jam komplet flukë, i ka përpjet, është duhe kop kryt edhe krejt faqën e ka të kuqe. Ajo merr shpejt një ulse të fëmijëve, të ushqimit të fëmijëve, edhe ma gjumë fëmijë, nuk e vendus që shdojnë papo ma gjumë shumë. Ja tërhek qatë shumë kam për fëmijë, e kupton që unë kom shku me djalin, ajo nuk ma hek fëmijën tem prej maksikusës, po me ne prej ulsës, me hek në mënyrë duhur me qitë poshtë, po ma gjumë prej ulsës me kuk në poshtë, në tokë. Fëmija jam ka marrë trajtim mjekësor në urgjencë të shtimes, në urgjencë të Ferizajt, me 6 nëntor edhe te psikiatre. Kopshti ka kërku leja dhe sot më shkën, nëse po vina dhe natë, e denoncun të dyat. Nuk i kom baza kur gja, thash u kry, edhe kom shku drejt e në polici, e kom denoncu. Kjo nëni kishte thënë më 7 nëntor 2025 edhe një nënë tjetër që të interesohet në kopsht pasi djalin e kishte të lënduar. Sipas saj, i mituri tjetër nga muaji i shkurt i këtij viti kishte shkuar në këtë kopsht. Unë mas 2 ditë jam informu prej nanës se prej kopshtit, unë kur si shakon të informu. Me 7 nëntor? Me 7 nëntor. Ka pas lëndime në krye, ka pas kryet e koq, ka pas lëndime rreth kambe, rreth barkot. Po unë e kom lanë shkaku që u vra. Shastit në kamera më ka tje policia më ka informu, kum shku. Kur kum shku e kom pa pamjen, djali jam është shumë keq, është shumë i kap keq, është shumë i lëndum, është të pjesa e flokëve që e kap, e qanë në ngritë e nalë dhe e gjumë 10 metra largë e gjumë. Edukatorja. Mja jam për momentin është keq, nuk flan. Për mu, edukatorja po mu dënu, viq edhe qelja. Se qelja asë njëherë nuk më ka lajmëru me thonë shish është fëmija, a është mirë, a në gjendje të mirë. Ekipi i Kallzo.com pas deklaratave të prindërve ka vizituar kopshtin privat për ta kërkuar personin me të cilin kishin kontaktuar ata. Por, atje i ka pritur një grua e cila u paraqit edukatore.
Marina edukatore, çka po do? Okej, është Sonja... Jo, për momentin s'është. është një kush kryesor prej Jo, veç edukatore. A më në më të më të çka? edukatorja... është ne? Ja, është të. Ku është e? Ja nuk punam të. A ka punu? Ka punu ma herët e ka pas një pjesë praktik, për momentin nuk punam. Praktika pas? Ka punu ma herët, ku ama nuk punam. A dini, një pas kolega, dini në isën vërdohë. Ka dy tri raste që në kanë emru që nga punë. Valoj na nuk muna më full ku gjasi në veç edukatori, ku janë drejtërishat. Ekipi Kallzo.com ka kuptuar se zonja në fjalë është zonja me të cilin kishin kontaktuar prindërit dhe është përgjegjëse për kopshtin. Përmes përgjigjeve me shkrem, ajo ka kërkuar mirëkuptim me arsyetimin se ishte zënë e befasi dhe reagimi ishte më shumë si rezultati i emocioneve. Sipas saj, ky incident nuk përfaqëson vlerat apo praktikat e tyre, me që mirëqenia e çdo fëmije që ka në kujdes është prioritet për ta. Edukatorja në fjalë është larguar menjëherë nga puna dhe është mbajtur përgjegjësia plot morale dhe profesionale për incidentin. Në të njëjtën kohë, kemi njoftuar prindin për t'i kërkuar falje të sinqertë për familjen. Sinqerisht, na vjen tmerrsisht keq për këtë incident, me që diçka e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë në institucionin tonë dhe është totalisht e papranueshme. Paralelisht me këto hapa, kemi kontaktuar menjëherë policinë e Kosovës dhe kemi bashkëpunuar plotësisht me organet kompetente. Të pyetur nëse kopshti ka licencë nga Ministria e Arsimit, ata kanë thënë se janë në proces të licencimit dhe se Ministria ka kryer inspektimin për këtë çështje. Edhe pse pa licencë, ata nuk kanë bërë të ditur se kur kanë nisur të punojnë në kopsht. Kurse Inspektorati i Arsimit tha se nuk kanë pranuar asnjë ankesë apo informacion në lidhje me këtë rast dhe në fakt do të inspektojnë në kopsht më 19 nëntor 2025. Inspektorati do të realizojë një inspektim në institucionin e përmendur, ku do të verifikojë aspektet që janë në kompetencën e Inspektoratit të Arsimit, përfshirë kualifikimet e edukatorës dhe çështjen e licencimit të institucionit në përputhje me legjislacionin në fuqi. Sipas policisë, fillimisht e dyshuara ishte ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit. Më 12 nëntor 2025, prokuroria ka bërë kërkesën për caktim të masës së paraburgimit ndaj edukatorës M.A dhe ka marrë akt vendim për fillim të hetimeve për veprat penale, keqtrajtimi apo braktisja e fëmijëve dhe lëndimi i lehtë trupor. Gjykata themelore në Ferizaj ja ka refuzuar Kallzo.comit çastjen e aktvendimin për caktimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj të dyshuarës, me arsyetimin se janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me rastin.